Ky ushqimi ka habitur të gjithë mjekët, ja përse gratë mbi 40 vjeç që duhet të konsumojnë shalcinë urgjent. A i dini se shalcini përmban vetëm 46 kalori për filxhan? Shalcini është i mbushur me shumë lëndë ushqyese duke përfshirë këtu vitamina, minerale, duke siguruar trupit të gjithë elektrolitët e nevojshëm siç janë për shembull edhe kaliumi. Farat e shalcinit gjithashtu janë një pjesë përbërëse e tij. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Shalcini do të ofrojë nivele të mira të vitaminave, proteinave, hekurit, zinkut, bakrit, magnezit, kaliumit e të tjera. Pjesa më e mirë është se shalcini mund të jetë me përmbajtje rreth 92% ujë. Shalcini është një përzgjedhje shumë e mirë për të nisur ditën edhe në luftën kundër problemeve të radikaleve të lira. Shalcini përmban nivele shumë të mira të likopenit, elementëve të komponentëve të tyre të cilët sipas studimeve kanë efekte të mira lehtësuese kundër shqetësimeve që shkaktojnë radikalet e lira në organizmin tuaj. Shalcini është shumë i mirë për shëndetin e zemrës. Disa lëndë ushqyese që gjenden te shalcini janë të mira për zemrën tuaj. Për shembull, likopeni, i cili është gjithashtu lidhur ngushtë edhe me kolesterolin më të ulët dhe presionin e gjakut. Zvogëlon në dhimbjet e muskujve. Shalcini përmban citrulin, një aminoacid që duket se zvogëlon edhe dhimbjet tuaja të muskujve pas një stërvitje të rënë. Citrulin gjithashtu është një përzgjedhje shumë e mirë për të nisur ditën, pasi nga lëngu i shalcinit mund të përfitoni edhe një mbrojtje më të mirë të shëndetit tuaj kardiovaskular. Shtimi i shalcinit në vaktet tuaja ditore do të ofrojë nivele shumë të mira të antioksidantëve. Shalcini është i pasur me antioksidantë si likopeni dhe vitamina C, të cilat do të ndikojnë dukshëm në uljen e inflamacioneve në organizëm dhe dëmtimeve të stresit oksidativ në trupin tuaj. Ekspertët shtojnë se shalcini mund të ndihmojë edhe në përmirësimin e shëndetit tuaj dhe parandalimin e sëmundjes së përparuar të Alzheimerit, si dhe degenerimeve makulare që lidhen me moshën. Kështu, konsumi i këtij fruti në vaktet tuaja ditore do të jetë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese në rastin tuaj. Shtimi i shalcinit në vaktet tuaja ditore do të jetë i mirë gjithashtu për shëndetin tuaj të flokut dhe atë të lëkurës. Shalcini është i pasur me vitaminën A, vitaminën C, të cilat janë të rëndësishme për shëndetin e lëkurës dhe të flokëve. Vitamina C do ta ndihmojë trupin tuaj ndjeshëm edhe në prodhimin më të mirë të niveleve të kolagjenit, një proteinë e cila do t'jap elasticitetin e lëkurës suaj dhe do të ndihmojë gjithashtu në rritjen e flokut tuaj. Vitamina A është e rëndësishme për ndërtimin dhe riparimin e qelizave të lëkurës, mungesa e të cilave mund të ketë edhe një problem më të madh të organizmit tuaj. Shtimi i shalcinit në vaktet tuaja ditore do të jetë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese për organizmin. Shalcini është një nga frutat më të lëngshëm dhe më të shëndetshëm për organizmin. Ai është jashtëzakonisht i pasur me nivele të larta të vitaminave, mineraleve dhe fibrave, të cilat do të luajnë një rol pozitiv në organizmin e njerëzit. Në këtë video do t'ju njohim me vlerat më të mira të shalcinit dhe sigurohuni qartë se si të mos mungojë në tryezat tuaja ditore. Kjo edhe fal elementëve ushqyes që ai i përmban me shumicë, që do të luajë një rol pozitiv për organizmin e njerëzit. Sipas Healthline, shtimi i shalcinit në vaktet tuaja ditore do të luajë një rol pozitiv për shëndetin e zemrës. Shalcini është i pasur me aminoacide të cilat do ta ulin tensionin e lartë të gjakut. Shëndeti i zemrës do të përmirësohet ndjeshëm fal antioksidantëve, të cilat do ta ulin atakun në zemër dhe do të përmirësojnë kështu shëndetin tuaj në tërësi. Ekspertët shtojnë një zëri se konsumi i shalcinit në bazat tuaja ditore do të jetë një përzgjedhje shumë e mirë për të nisur ditën. Ai mund të ofrojë një mbrojtje më të mirë për gjymtyrët. Shalcini përmban pigmente natyrore që luftojnë inflamacionin në gjymtyrë. Disa studime thonë se falë konsumit të shalcini në përditshmërinë tuaj, njerëzit janë më pak të riskuar nga reumatizma dhe osteoartriti.
Shalqini përmban nivele shumë të larta të antioksidantëve, të rëndësishëm këto për aktivitetet tuaja ditore dhe lehtësimin e inflamacioneve të ndryshme në trup. Antioksidantët pra ngjyra e kuqe e shalqinit ja atribuohet likopenit, një antioksidant i cili do të ulë riskun për zhvillimin e problemeve që shkaktojnë radikalet e lira ose edhe diabeti. Ngrënia e shalqinit do të ndihmojë gjithashtu edhe lëkurën tuaj kundër rrezeve të forta të diellit. Shëndeti i syve do të përfitojë ndjeshëm nga konsumi i shalqinit. Një racion me shalqin do të plotësojë rreth 30% të nevojës tuaj ditore për vitaminën A, e cila është thelbësore për shëndetin tuaj të syve. Shtimi i shalqinit në vaktet tuaja ditore do të ofrojë një hidratim më të mirë për organizmin. Sipas të dhënave, 92% e përmbajtjes së shalqinit është ujë, ndaj ky frut është ideal për hidratimin e organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Shalqini do të ofrojë gjithashtu edhe një zgjidhje shumë të mirë ushqyese kundër drobitjes së rënd, ndaj përdorimi i tij me kujdes në vaktet tuaja ditore, sigurisht që do të jetë një nga përzgjedhjet më të mira për organizmin. Do të zbusë edhe lëkurën. Shalqini përmban vitaminën A, vitaminën B6, vitaminën C, të cilat ndihmojnë për ta mbajtur lëkurën të butë edhe më të lëmuar. Shalqini mund të shfrytëzohet edhe si një mask për lëkurën, e përzier kështu edhe me lëngun e tij me kos. Mbajini për 10 minuta në fytyrë dhe më pas e shplani atë me ujë të rrjedhshëm. Shalqini do të nxjisë edhe rritjen tuaj të energjisë. Uji, antioksidantët dhe aminoacidet që gjenden te shalqini e bëjnë atë ideal për njerëzit të cilët kryejnë aktivitete intensive fizike. Shalqini do të përmbajë gjithashtu edhe elementë shumë të mirë të kaliumit, minerale që ushqejnë muskujt dhe garantojnë më shumë energji. Shtimi i shalqinit në vaktet tuaja ditore do të jetë një përzgjedhje shumë e mirë edhe kundër luhatjeve të sheqerit të papritur në trup. Niveli glicemis të shalqini është 80 dhe falë karbohidrateve që ai përmban do të thotë se si frut nuk arrin të arrisë nivelin e sheqerit në gjak nëse konsumohet brenda normës së rekomanduar. Kështu, përfitimet që do të merrni nga ky frut janë të larmishme për mbrojtjen e organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Ekspertët shtojnë një zëri se konsumi i shalqinit në vaktet tuaja ditore do të luajë një rol pozitiv hidratues për shëndetin. Shalqini gjithashtu është mjaft i mirë edhe për sistemin tuaj tretës. Njerëzit që vuajnë nga koliti nuk duhet t'i thonë jo shalqinit sepse është një frut shumë i lehtë për t'u tretur dhe mbi të gjitha do t'i japë përfitime të mira në dobi të vlerave të trupit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Ekspertët e Healthline shtojnë një zëri se shtimi i shalqinit në dietat tuaja mund t'i japë shumë përfitime shëndetit të stomakut, të mbajë larg komplikacione dhe mbi të gjitha të furnizojë trupin me të gjitha elementët e rëndësishëm për të cilët ai ka nevojë. Mbërritja e verës së çdo vit sjell edhe një frut të lëngshëm siç është shalqini, një nga më të rekomanduarit gjatë ditëve të nxehta. Kjo edhe falë mundësive që do t'japë shëndetit tuaj kundër drobitjes së madhe dhe lehtësimin që shkaktojnë inflamacione në organizmin tuaj. Ekspertët shtojnë një zëri se konsumi i shalqinit në vaktet tuaja ditore do t'jetë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese për shëndetin tuaj në tërësi. Përfitimet e shalqinit janë vërtet të larmishme. Ai ndikon drejt për së drejti edhe në shëndetin tuaj të lëkurës. Nëse jeni në një betejë të vazhdueshme për lëkurë më të butë edhe më të shëndetshme, atëherë shtimi i shalqinit në vaktet tuaja ditore do të jetë një përzgjedhje shumë e mirë për të nxitur rikuperimin e saj. Sipas ekspertëve të Curvey.com, vitamina A në shalqin do të ndihmojë indet e trupit të kenë gjithashtu një pamje më të freskët mërinore dhe të mbajnë larg komplikacionet që i shkaktohen. Kështu në fund do të keni një mbrojtje më të mirë të lëkurës. Shtimi i shalqinit në vaktet tuaja ditore do të ndihmojë gjithashtu edhe shëndetin tuaj të veshkave. Të keni gurë në veshka mund të jetë një përvojë shumë e dhimbshme, kështu që është mirë që veshkat tuaja t'i mbani të shëndetshme dhe të mbrojtura. Në dietën tuaj shtoni sa më shumë produkte të lëngshme siç është shalqini, të cilat mund të ndihmojnë edhe në pastrimin më të mirë të tyre.
Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos të zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.